gjykuar maman e Gjestit për një qëndrim të ftohtë ndaj Egli Takos. Egli ishte shumë korrekte, e dashur, e sjellshme me familjarët, ndërkohë nuk u pa e njëjta gjë, të pakën kështu shkriuar në perceptimin publik nga familjarët e Gjestit. Ti si i ke parë? Edhe unë e pash një ftohtësi shumë të madhe, paktën duhet kishte reaguar ndryshe sepse ata janë banorë që kanë ndonjtur 3 muaj bashkë, sido që të ketë qenë ajo marrëdhënie për lojë që un kam insistuar gjithmonë që është në kuadër të lojës. Të paktën një respekt duhet ishte treguar, një ngrohtësi më saktë, sepse mami Gjestit është femër dhe femra femrës ja di më mirë. Jo aq ftohtësi, se unë mendoj që Egli nuk është se e mori Gjestin, e futi në xhep dhe mami Gjestit nuk do e shikonte më Gjestin. Gjestin atje ka, ti do ta ketë gjithë jetën, sido që të jetë, ndaç me Eglin, ndaç pa Eglin, është fëmia e saj. Kështu që nuk e di këto marrëdhëniet, këto që bëhen kaq transparente që të tregojnë që nuk të dua, sepse duke ditur që po xhiroj. Duke ditur që po xhiroj jemi para kamera. Do thuash ti që edhe dakord nuk jam për të bërë atë rolin falso, por unë mendoj që Egli deri në këtë pikë nuk e meritonte. Egli është një vajzë e zgjuar, Egli unë mendoj që këto gjërat nuk janë ashkalon, ose e shoh intuitën e asaj, ndoshta do ketë një tërheqje. Mendoj që Egli do ketë një tërheqje. Mendon që do të lodhet jashtë shtëpisë? Unë mendoj që çka kam parë, domethënë në kamera që u morën në intervistë, mendoj që Egli do lodhet më shumë jashtë shtëpisë se sa është lodhur brenda shtëpisë. Edhe po se jashtë ishte gjërat më qartë, normale. Edhe mendoj që okay, ka kohë ti shohin jo më në kuadër të kamerave, por mendoj që do lodhet më shumë jashtë dhe kjo lodhje do e mbushi, do e tejkaloj atë masën dhe mendoj që Egli do tërhiqet. Mund të tërhiqet thua nga Gjesti, mund të heqë dorë. Patjetër, u lodh 3 muaj brenda, kështu që nuk mund të përballoj edhe një 3 muaj jashtë. Nëse do flasim që do kenë interesa të përbashkët ose Egli do ketë interesa, sepse tani dëgjoj Roni kemi verën, kemi koncerte jashtë. Gjesti do bëj një këngë edhe normalisht do ftohet në për koncerte sepse njerëzit e duan. Gjithashtu tani kjo është thjesht një kalkulim, gjithashtu dhe Egli do dojë që të bëjë një bashkëpunim me Gjestin për të kapur koncertet, kështu që llogari olimpike. Si ishte kjo? Llogari olimpik, kështu që jeta është ndonjëherë llogari. Llogari është një moto llogari, Gjesti do të jetë aq i zënë këtë periudhë, po shija datat e koncerteve që kishin filluar në Portokalli ishte këtë javë gjithashtu, do të jetë në emisione, do ketë nevojë të shplodhet. Domethënë mendoj që publiku do të ketë shumë kuriozitet se si do të vijojë marrëdhënia Egli Gjesti.